Tone voice apo përmendja e partiva apo individëve nuk tregon as pak ndikimin e tyre mbi mediat. Tregon se sa herë lakohet emri i tyre dhe natyrisht në lakimin për keq nga mediat e qeverisë ka një person që është kampion dhe ky është Sali Berisha. Ka një person me artikujt, trillimet dhe mashtrimet me qindra mijëra miliona janë ndërtuar vila pallate nga çakejt e qeverisë. Janë bërë milionerë. Dhe Edi Rama të gjitha koprolalit 24 orëshme të Ymer Çorapes, Carlo Bolinos, Sokol Ballukut, që janë non-stop me opozitën dhe Sali Berishën goj, i quan dedikim, i quan hapësirë për opozitën. Cila është e vërteta? Cila është e vërteta? Përsëri ne, zyra e shtypit ka monitoruar 4 televizionet kombëtare, të cilët janë dhe mumuthët, oligarkët, janë në një mënyrë apo një tjetër censorët dhe xhelatët më kryesor të fjalës së lirë.